Dashuria ndaj fëmijëve të shumë e madhe. Edhe lotët rrjedhin, por dhimbjet janë shumë të mëdha. Lotët e dhimbjen i shkaktuan pjekja bukës në këto gjak. Tymi që doli prej tij i tradhtoi lipajt e Studenicës së Istogut. Mëngjesin e 13 prillit të 1999-s, forcat serbe e kuptuan se aty kishte civil shqiptar dhe i ekzekutuan. 4 vajza, asnjëra nuk ishte mbushur 16 vjet dhe 6 të moshuar u vranë në vend. Përveç njerit, 9 viktimat ishin të familjes Lipaj. Përqendresen 15 dhe mirdohënën 13 vjeçare, Ema kishte ndier që nuk do t'i shihte më kurrë. Erdha jo Meli, Mirdona Ernon, se ke lanë qëndresën në muja, thash pa edhe ti shko mujnon, si të disha që mundet me ndodhë diçka, thash shko dhe ti edhe ma kur. Veç kemi lypë në për vendet ndryshme të Shqipënisë. E për 9 martiret që u pushkatuan e më pas u hodhën në bunarin e shtëpisë në fshatin Studenic, u deshtën 13 ditë derisa i gjetën trupat. Të gjitha kufomat ishin konë aty, të në dorome, gjujtën në bunar dhe e kanë eksplodu bunarin, por në bunar kanë gjujt ngelqere, kanë gjujt gjësën të tjera, me hidrofora, me maqina tjera, që kanë qenë nësajt për rreth. Por, i nëzurëm. Djali vogël i në sal, i cili kishte 10 vite pa para të, pas 26 viteve, fjalët e dhimbjen që i kishte bajtur brenda i shkroi në një libër. Unë nuk e njoha si të tjerët nënën. Nuk pata dorën e saj mbi supe, as zënë e saj në udë kur vinte mbrëmja. Anise vdekja atyre për te dhimbjes u tha që i bën krenar, por ajo që vunë pa familjarët ishte se askush nuk ka marrë dënimin për aq çfarë ka ndodhur dhe se dhimbje për ta është kur e din që kriminalet enden edhe sot të lirë, edhe pse dihen me emër e mbiemër.